Pa Komisionin e Venecias dhe kontributin e tij do të kishte qenë e pamundur që Shqipëria të ndërmerte procesin e vettingut, një proces kyç për reformën në drejtësi, një proces që e them me plot gojën sot se nuk është kryer me të njëjtën thellësi në asnjë vend që ngjashëm është përpjekur ta kryejë atë proces, dhe një proces që deri në momentin e opinionit të Komisionit Venecias kishte edhe jo pak kundërshti edhe në rrethet profesionale ndërkombëtare. Por Komisioni i Venecias ndër të tjera ka fituar edhe fuqinë për të imponuar në të gjitha instancat dhe për të respektuar nga të gjitha instancat. Dhe unë jam dëshmitar i faktit që opinionet e Venecias janë opinione të cilat respektohen plotësisht në çdo nivel ndërkombëtar të lidhur me çështje që kanë të bëjnë me shtetin e së drejtës dhe me proceset e reformave apo të masave që lidhen me shtetin e së drejtës. Sot nuk është thjesht vetëm 35 vjetori i Komisionit të Venecias që ne celebrojmë këtu në Shqipëri, por është edhe një përvjetor tjetër që ka një përkim sa të rastishëm aq edhe kuptim plot me përvjetorin e 35 Komisionit të Venecias, që është 30 vjetori i anëtarësimit të Shqipërisë në Këshillin e Europës. Dhe janë dy përvjetorë që në sensin e shtetit të drejtës kanë një vend në historinë tonë. Kanë një vend në të gjithë mënyrën se si ka rrjedhur kjo periudhë. Dhe do të mjaftonte që për një moment vetëm ne të abstragonim dhe ta hiqnim Komisionin e Venecias bashku me Këshillin e Europës nga panorama e zhvillimeve të këtyre 35 viteve, duke u përpjekur të shohim se si do të kishin marrë gjërat në rast se opinionet e Komisionit të Venecias nuk do ishin qenë të pranishme në këto 35 vite dhe në rast se Shqipëria nuk do të ishte antare e Këshillit të Europës, për të kuptuar thellësinë e rëndësisë së këtyre dy përvjetorëve për ecurinë demokratike të Shqipërisë.